Ka njerëz që duan shumë këtë ushqim, ka të tjerë që nuk e gatuajnë kurrë në shtëpinë e tyre. Por edhe nëse nuk i pëlqeni fasulet, duhet të përpiqeni t'i shtoni në dietën tuaj, sepse janë një super ushqim për shëndetin. Ju njohim me disa arsye pse duhet i hani fasulet dhe njëkohësisht me vlerat ushqyese të tyre. Fasulet janë të pasura me fibra. Kur ju i konsumoni, ndiheni të ngopur gjatë gjithë kohës dhe kështu ju krijojnë mundësinë të mos hani shumë dhe të mos shtoni në peshë. Janë lehtësisht të tretshme sepse përmbajnë fibra të tretshme dhe të patretshme, të cilat ndihmojnë shumë në organizmin tuaj. Mund t'i ngjeni në lloje dhe ngjyra të ndryshme. Nuk është e thënë t'i gatuani për ditë, por nëse i përgatisni siç duhet, me siguri që nuk do t'ju mërziten. Disa lloje fasulesh kanë një indeks të ulët të glicemisë. Një nivel i ulët i glicemisë do të thotë se fasulet ndihmojnë për të mbajtur të balancuar sheqerin në gjak. Kjo nuk kupton se janë ideale për të luftuar diabetin. Veprojnë si bllokuese të kolesterolit, veçanërisht të kolesterolit të keq, që gjendet në muret e enëve të gjakut. Janë të mira për zemrën për shkak se përmbajnë kalium dhe magnez, që janë shumë të domosdoshme për zemrën. Fasulet përmbajnë hekur, mungesa e cilit çon në anemi. E nëse jeni anemik, qelizat e kuqe të gjakut janë më të ulta se ç'duhet të jenë. Ndaj duhet të konsumoni fasule në mënyrë që të merrni sa më shumë hekur dhe vitaminë C.